Më me interes publik janë lëndët e korrupsionit e krimit të organizuar, por në rajonin në cilin jemi ka lëndë të cilat konsiderohen me interes për publikun e që i takojnë fajdës. Sa raste janë në përgjithësi, pra që janë në trajtim me sipër të korrupsionit, krimit të organizuar, por edhe të fajdës, dhe si trajtohen ato nga gjyqtarët? Në fillim të vitit 2026, gjykata themelore në Prizren ka 30 lëndë aktive për vepra penale nga kapitulli korrupsioni zyrtar dhe vepra penale kundër detyrës zyrtare. 2 lëndë janë të kthyera në rigjykim, kurse të tjerat janë në gjykim. Të gjitha janë të caktuara dhe të gjitha këta lëndë janë në Departamentin për Krime të Rënda. Gjyqtarët e dinë që e kanë që këto lëndë janë me prioritet, edhe të gjithat janë në punë. Caktohen në mënyrë të njëpastnjëshme, dhe me thonë në mënyrë që të kryhen më shpejt dhe janë duke punuar me përkushtim që të kryen sa më shpejt. Kemi problem për formimin e trupave gjykues për arsye se në vitin 2025 Departamenti për Krime të Rënda punon me trupa nga 3 gjyqtarë të krimeve të rënda. Duke pas parasysh se janë 5 gjyqtarë në këtë departament, atëherë koha e caktimit për një datën tjetër paraqet problem. Për arsye se edhe momenti kur krijohen trupa gjykues, ato shkojnë në mënyrë automatike me sistemin, në mënyrë automatike me SMIL. Dhe vetë SMIL e cakton datën edhe trupin gjykues i cili do të gjykojë. Kështu që me 5 gjyqtarë është pak shkon më ka dalë edhe kryerja e këtyre lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsion. Kjo është e njëjtë edhe me çështjet që kanë të bëjnë me lëndë që janë të fajdës, të cilat në kohë të fundit edhe i kemi janë më aktuale, edhe në të cilat jemi duke punuar, janë me prioritet, të gjithë gjyqtarët e kanë parasysh edhe numrin e saktë nuk mund t'ju them, se si ko marrë shënimet, por gjyqtarët punojnë edhe të njëjtat i caktojnë me një rani si të krijohen kushtet. Në këtë drejtim, gjatë këtij viti, planifikoj që të caktoj edhe një gjyqtar në krime të rënda, në mënyrë që të kemi 2 trupa gjykues dhe caktimi i lëndëve do të bëhet më shpesh, edhe në kohë më reale, më të shpejt që këto lëndë që të kryhen edhe që të hinë në punë. Lëndë të vjetra mund të them se kemi vetëm një lëndë të vjetër, nga lëndë që ka të bëjë me korrupsion, edhe ajo ka të bëjë sepse një akuzuar është i pa arritshëm për gjykata. Zonja Imra, përveç këtyre rasteve që folëm për këto fenomene si korrupsioni e fajdja, në Prizren ka pasur një proces zgjedhor që është mbajtur e për cilin ka pasur shumë raste që dyshohet se ka pas manipulim të votave. Po ashtu ka qenë edhe një rast që ndërlidhet me këta zyrtarët e lartë të Byros Kosovare të Sigurimit. A mund të na tregoni se çka ka ndodhur në këto raste dhe si janë duke u trajtuar ato? Po, është vërtet që i kemi pas këto 2 raste, të cilat me të vërtet kanë qenë rastet voluminioze dhe kjo gjykatë është përballë për herë të parë me numrin e madh të personave të ndaluar, të cilët gjykata jonë është dashur që ti trajtoj. Sa i përket rasteve të njohura për drejtave, në kapitullin e drejtave të votimit, ka qenë sfidë e theksuar për shkak të numrit të madh të personave të ndaluar, ku 109 persona janë ndaluar, me masë të ndalimit 48 orë, ndërsa 28 prej tyre është parashtuar kërkesa për caktimin e masës së parapërkimit. Duke pas parasysh se ky numër ka qenë shumë i madh, në bashkëpunim me prokurorin jemi organizuar dhe i kemi caktuar gjyqtarët. Si prokuroria i ka caktuar 4 prokurorë, ne i kemi caktuar 4 gjyqtarë, edhe 6 bashkëpunëtorë profesional, të cilët kanë punuar 24 orë, me thonë, në mënyrë që procesi të shkojë në mënyrë të rregullt edhe mos të ketë ngecje. Na kemi qenë gjykata e parë e cila ka filluar me këto lëndë, do me thonë me këto çështje në lidhje me votimet, dhe besoj që ka qenë sfidë për ne, për arsye se edhe objektin e kemi të vjetër, edhe hapësirat mjaftueshme s'kemi pas, edhe të drejtën me ju thonë, fillim kanë qenë 109 të ndaluar, dhe nëse prokuroria do të kishte shku me 109, na nuk e kemi ditë se në çfarë mënyre si do ta menaxhoj. 109 avokat, policë, kjo gjykat nuk ka pas kapacitet për menaxhimin, por me 23 persona i kemi menaxhu 4 gjyqtarë, edhe 6 bashkëpunëtorë, edhe sigurisht me avokat, edhe me
sigurim edhe me krejt ka shku në mënyrë të rregullt. Ndërsa, sa i përket Biros Kosovare të Sigurimit, edhe ajo ka qenë një rast mediatik i cili i ka përfshi 39 persona të ndaluar. Edhe të 39 persona kanë qenë me një kërkesë për caktim të masës. Gjyqtari ka punu, edhe ai ka punu diku 18 orë. Çdo gjë ka shku në rregull, edhe pse, edhe aty ka qenë sfidë, ju i shihni sa janë sallat e gjykimit, sa hapësira ka, duke llogaritur 2 fishin e asaj, mund të themi në një sallë sa kjo ka qenë diku 100 persona kanë qenë. Po çështja profesionaliteti dhe në mënyrë ka shku në mënyrë të rregullt, të gjithë janë trajtuar siç duhet, edhe tani kjo pjesë është duke vazhduar, edhe lëndët që kanë të bëjnë me votimin edhe me VKS-n janë në procedurë sipër dhe të njëjtat po trajtohen me prioritet. Përveç këtyre sfidave që po lidhen pra me numrin e gjyqtarëve dhe sfidën për të bërë trupa gjykues që mund të ashtojnë edhe dinamikën e trajtimit të këtyre rasteve, çfarë sfida tjera ka, sepse ka kritika shumë për mënyrën se si trajtohen rastet e korrupsionit. Ka kritika edhe për prokurorinë se si nuk e ka cilësinë e dur një akt akuzë që vije për korrupsion, por ka edhe kritika te mënyra se si trajtojnë gjyqtarët këto raste. Ndoshta shpesh edhe te niveli profesional, po edhe te guximi, sepse ka raste kur vendoset që dikush është fajtor për korrupsion, por në shqiptimin e dënimit ai prap metet goxha i amnestuar, pra sepse dënimet janë, siç po konsiderohen, të buta. Sa e diskutoni edhe sa keni arrit që ta kuptojnë gjyqtarët rrezikshmërinë e kryerjes këtyre veprave penale të korrupsionit, që të ketë një politikë më tash për ndërshkimore që e arrin qëllimin e dënimit. Është vërtet që këto lanë që kanë të bëjnë me korrupsionin kanë sfidat e veta. Sfidat janë të dyanshme, mund të them, bazuar edhe në akt akuzat të cilat na vijnë nga prokuroria, bazuar edhe në vetë trajtimin e lanëve nga ana e gjyqtarëve. Sa i përket guximit, aty gjyqtarët kanë guxim. Aty nuk mund të themi që mungon guximi. Por ndoshta mungon vlerësimi i të gjithë provave, vlerësimi i akt akuzës dhe çështjeve tjera të cilat nuk mund të deklarohem unë tani sepse secila landi ka karakteristikat e veta dhe secili gjyqtar. Fakt është që na bisedojmë. Fakt është që secilin takim që kemi konsultohemi edhe. Çka janë përgjigjet e gjyqtarëve? Pse janë të vështira këto lëndë për të trajtuar për dallim prej këtyre rasteve tjera që i gjykojmë pa shumë probleme? Nuk thojnë ata që kanë probleme të veçanta në këto lëndë. Nuk i trajtojnë, ata i trajtojnë si lëndë të veçanta, po nuk thojnë që kanë probleme që dallohen për shembull prej një vrasje ose prej një lëndë tjetër që ka narkotik ose diçka tjetër, po në përgjithësi bazuar në çështjen, ata vendosin duke marrë parasysh cilat provat i kanë, çka përmban akt akuza, dëshmitar që dëgjohen, se ka ndryshime gjatë zhvillimit të procedurës, gjatë zhvillimit të gjykimit, çështjet ndryshojnë. Edhe për atë arsye edhe besoj që dalin edhe çështje tjera të cilat ndikojnë edhe në vendimin përfundimtar të gjyqtarit. Çdo herë që kemi pas takim, kemi biseduar dhe i kemi udhëzuar gjyqtarët që të veprojnë në bazë të udhëzuesit për ndëshkim, politikën ndëshkimore të cilën e ka nxjerrë Gjykata Supreme. Për fat të keq, e njëjta shfrytëzohet shumë pak, mos të them hiç, dhe në momentin kur na do të fillojmë të shfrytëzojmë dhe të aplikojmë udhëzuesin, atëherë do të jemi në nivel edhe do të kemi edhe dënimet ashtu si parasheh ligji, edhe si duhet që të jenë. Kryetare, sa është transparente gjykata themelore në Prizren? Sa i përket transparentës, do mundohemi dhe jemi të hapur për gjithçka. Transparenca shihet edhe në veprimet tona.